Angelo, të falenderoj për këtë rrëfim që jam I bindur ka qenë I vështirë për t'u bërë, sepse ekspozon shumë edhe kërkon guxim për të qenë I vërtet në sy të miliona njerëzve. Është vetëm merite e Darios dhe guximit të tij që është gjithmonë I gatshëm për ta ndarë me të tjerë historinë e tij në mënyrë që të mos përsëritet dhe të mos ndikojë më në familje të tjera. Dhe kjo është gjëja më e mrekullueshme që mund të ndodhë. E pash ca imazhe aty që ndërtonit bashkë kështjella rëre. Në fakt, ishim pushimet e këtij viti edhe ndoshta që nga fëmijëria pushimet e vetme që kam bërë me vllajën tim, edhe për këtë arsye është ajo ndjesja akumuluar e fajt edhe prap nuk bëra mjaftueshëm. Me të prap ndihem sikur kam humbur vite, shumë vite. Atëre, nëse do të ndërtosh edhe një kështjellë tjetër rëre me të, po të pret në are. Ela. Angelo, Vetë bërë janë. Si. E nosh. No. Vetëm unë të rasi, no, edhe të shpis. Asnjë tjetër. Asnjë tjetër. S'talan t'ishtin pucët, po. E di ku je? Si jetin, ke parë? Kam parë, the. Ke lëm pa gjumë. Një mërzitur. The do flije herët, do bëje koktele me vezë, me limon, që do bëje. Ja bëra koktelet, ja futa poshtë krevatit. Ke lënë dashur deri në 5 mëngjesit, si je? Mirë, ti po më intereson si je ti. Unë jam shumë mirë. Këtu çdo gjë këtu mund të duket sikur ndonjëherë je I mërzitur. Po lërë mo analizën se ke tër 2 javë analizë tash. Fol, si je me vërtet? Jam shumë mirë. Tani që jeti këtu jam edhe më mirë. Pse e kisha hallin tim? E kisha me Rakun, ti e di që e kisha me Rakun. Se më thej që nuk doje që të më shifje në debate, në për shere, në situatat vështira, se e dje që si mund të preke. Kujdes mikrofon. Vjezër, Çek, 1, 2, 3. Ej Dario, mirëmbrëma. Mirëmbrëma Ledion. Më duhet ta pranoj që batutën e ke më të lezetshme se të vllajit. Është regjisor tjetër, normale. I kam mirë menduar gjitha. Edhe këtë unë e mendova, por s'është fiks gjëja. Po do bisedojmë, ta gjej Angelo. Çfarë është? Kjo është tani kjo është një kala. Duhet të ngrihem, lejohet? Më lejohet Dario? Okej. Si jemi, që plani jemi? 3, 2, drita... Dysh. Okej, dysh. Po. Kalar rëre. Kalar rëre. Që të thot? është e njëjta që kemi bërë bashkë. E njëjta është? Tani, dera, këto kullat aty kam përshtypjen. Po. Kjo ishte tip tempulli? Po, tempulli Maja. Se duam për tempull, sepse qyteti ynë ideal duhet kishte tempull, teatr, shtëpi Big Brother, nuk e dia futën, po... Ja, po bëm kështu një sauna që të mblidheshin njerëz. Po forma, ç'a forme ishte? E mbamën? Ishte oktagon? Ishte pentagon në përpjekje për të bërë oktagon dhe kishte një... Ti bëre këtë, që e pe vetë. Po. Derën hyrëse. Te kemi detin, duhet ishte kështu. Pra ti kishe derën hyrëse nga ana e detit. Nga ana tjetër, ishte një kull e lartë, si tip piramide. Po, piramida e madhe që atë bëra unë, ti bëre derën që të përballesh me detin. Si po duket deti? S'është e frikshëm, e dim notin. E di notin? E dim të 2 notin. Të 2? Po. Do notojmë? Hidhemi. Jo, e kupton? Të notojmë. Bashk? Bashk.
që sot. Se rrobat e tua i vesh, kanë veshur dhe këto, i ke vënë re. I kanë vjetë Do gjitha. futesh edhe ti? Po edhe mundet. Hajde se bëjmë një grup. Po. Bëjmë ala. Ma konfirmo pak, Eugene e ke bërë shok se më gjanë mua nga dopsia, jam 600 gram. Gjani shumë. Dario, Angelo, po vjen keq që duhet ju ndërpres se jeni shumë të lezetshëm dukeni si dialogje të filmave të Sorrentinos, kur ju shikon kështu. Po më lejoni të them diçka. Jeta, në fakt, kjo është të ndërtosh kështjella rëre që dallgët her pas here vendosin t'i prishin dhe të kesh vullnetin, guximin, ndershmërinë për t'i ndërtuar sërish nga e para. Dhe ju të dy e keni bërë dhe uroj ta bëni në të ardhmen gjithmonë. Dhe, përse këtë shëndit për do person në Shqipëri, do mos vlezrit e moshës son, që quhet mosha luftarake, jashtë bëhet një nam me kronika të zeza, me vllai, i bëri vllajt këtë. Qartë. Ne ngritemi dhe kur kemi qenë të vegjël thonin ta do bën hasëm, por Jepja fikën dhe Elia që të ndishte në shtëpi që të vjen në të lashe me prindrit. Dhe 3 vjeç ti ma ke fut në fshat kur ka marrë nga materniteti. Por ka gueri dita që Big Brother të gjuaj prap me shok. Jo. Po. Ria bur. Angelo, më duhet të kthehesh në shtëpi, Jo, po do vi dhe unë. Tani jo. Come on. Një përqafim për momentin. E kisha 5 për 6. Dhe të janë shumë faleminderit që më la tash i verdhajnë edhe jam shumë i lumtur që Të dua shumë, po fitoje që të shkret që më rëngë. Fitoje në vërtet, më shkret. Dario, faleminderit shumë që ishe me ne sonte. Jam shumë mirë, ftjes fitoje. Faleminderit shumë Dario, të përqafojmë nga studio. I përqafoj dhe unë. Ciao. Është një mirë. Respekt. Malë. Edhe kalaja nuk thyet kur, no? Kur? Angelo, vonë. Je shumë i përta, bravo. Dhe ajo të shkërnaj. Bravo. Jam shumë.